Kryetaria e Kuvendit Elisa Spiropali deklaroi se anëtarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian brenda 5 viteve mbetet prioritet i qeverisë shqiptare. Gjatë punimeve të Asamblesë Parlamentare të Procesit të Bashkëpunimit të Europës Juglindore, Spiropali vuri në dukje se brenda këtij muaji do të çelin të gjitha kapitujt e nevojshëm për anëtarësim, duke theksuar se ambicia e Shqipërisë është mbështetur edhe nga Brukseli. Objektivi ynë strategjik kombëtar për të mbyllur negociatat brenda vitit 2027 në Shqipëri dhe për t'u anëtarësuar brenda vitit 2030 ka gjetur mbështetjen e Parlamentit dhe Komisionit Evropian, si dhe po fiton mbështetje të gjerë nga vendet anëtare. Ndërsa shefi i diplomacisë shqiptare Igli Hasani vlerësoi rolin e parlamenteve në procesin e integrimit. Ne besojmë fuqishëm se zgjerimi i Bashkimit Evropian mbetet një nga projektet më të suksesshme paqes në histori. Për Evropën juglindore, ai është më shumë se një objektiv politik, është një domosdoshmëri strategjike. Rruga drejt anëtarësimit duhet vazhdoj të bazohet në kriteret qarta, reformat besueshme dhe respektimin e vlerave themelore. Shqipëria mban presidencën e radhës të procesit të bashkëpunimit për Europën juglindore dhe në sesionin e sotëm në Tiranë morën pjesë delegacione nga Bullgaria, Turqia, Rumania, Slovenia, Kroacia, Mali i Zi, Bosnjë e Hercegovina, Serbia dhe Maqedonia e Veriut.